Kur e ka taku Imam Ahmedi rahimullah, kur e ka taku Imam Shafiu rahimullah, djali Imam Ahmedit, e ka taku, i ka thonë, unë jam djali i Ahmed ibn Hanbelit. I ka thonë, baba e të është taj që natë për natë lutna për ta. Ata kanë pas me dhejbe ndryshe, edhe mendime ndryshe. A më ndoa se ka da, e kam vlla, e kam musliman. A në kjo pashpunim? Kur ti një man me jesë për para, kur ti një man me qitë rrugë, po edhe me kom pjesë e projekti ti, shprish fun, po i delem një ati, le ti delem një kujdona, përfiton populli, përfiton veni, shprish fun, Allah. Emna të vinë e shkojnë, së emna kanë qenë, njërë një kohë jenë harru, jenë dole emna tjerë. Allah është ai që të vizë emnat, ajo është që i bën ti të autoritet, Allah është ai që i bën këtë punë. Ti puno angazhohu, mos i gala këta. Prandaj të ndërvozat, unitetin dhe tot mi bazën e bashkëpunimit, mi bazën e gëzimit për arritjen e tjetrit, por jo zërisë e inatit, e shtypjes, edhe injorimit. Kurrë që ka bu mirë, madje edhe musliman nëse nuk është, ne kena për obligim ja pranuar. E lejo musliman thonë. Kjo obligim